Nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në studio jam me dy artistë të mirënjohur të artit bashkëkohor. Ka ardhur në studio Adrian Paci. Mirëmëngjes Adrian, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, Medita, faleminderit. Megjithëse udhëtimi juaj është nga Shkodra, ka përshkuar them rrugë të suksesshme në Shqipëri, Tiranë, Itali, aktivitet, por ardhja në Shkodër gjithmonë ka një diçka të veçantë apo jo? Po, normalisht unë në Shkodër kam lind, jam rrit, jam edukuar dhe si artist një farë mënyrë dhe kam këtu shtëpinë, po ka 4 vjeç që kena fillu pikërisht atë shtëpi ta transformojmë në një qendër të vogël artit, ku ftojmë pastaj mysafir nga një botë më e madhe e artit, por të cilë vinë tu për të taku me njerëzit, me skene lokale, me artistët edhe për shkëmby eksperiencat tona. Natyrisht është kjo rrënjë që ju tërheq vazhdimisht. Po, normalisht gjithse kush ka ato rrajt e veta, rrajt nuk i zgjedhim, ato i kena, puna është si me majt vazhdimisht marrëdhënien me to edhe kur jeta na ka çu në vende tjera, në rrugë tjera. Së bashku me ne në këtë studio është edhe artisti tjetër i mirënjohur, Lek Gjeloshi. Mirëmëngjes Lek. Mirë se erdhe, një artist relativisht i ri në rrugën e tij të artit, por mjaft i suksesshëm me çmime, me aktivitetin e tij të përditshëm. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Por ajo që na bashkon sot është ekrani i artit, një aktivitet do të quaja madhor me shumë pretendime, që hap siparin në Teatrin Migjeni nesër pikrisht. Çfarë është ky aktivitet edhe për dëgjuesit që na ndjekin? Po, ekrani i artit është viti 3 që ne e organizojmë në Shkodër. 2 vitet e para jemi, si thush, fokusu tek Kinema Millennium, kurse këtë vit i kena dhënë një platformë tjetër, duke e filluar në Teatrin Migjeni, por pastaj duke e zhvilluar në oborret e Shkodrës, përveç Art House që metet edhe ajo një pikë ku do të projektohen filmat. Ekrani i artit është një festival i vogël filmit, që lind në një farë mënyrë në marrëdhënie ose si duke njeh modelin e Lo Schermo dell'Arte, që është një film festival në Firenze, që zhvillohet ka 11 vjet që zhvillohet atje. Ku bëhet bashkë filmi i artistit, pra filmat të drejtuar, të ndërtuar nga artist, me filmin Mi Artin ose Mi Artistët, pra një filmin dokumentar Mi Artin. Unë kam marrë pjesë disa herë në këtë festival në Firenze dhe në bashkëpunim me organizatorët e tij, mendom që një zgjedhje nga programi i Lo Schermo dell'Arte ta sjellim në Shkodër. Dhe kështu kemi bërë 2 vitet e para. Këtë vit edhe duke diskutuar me bashkëpunëtorët e mi këtu, me Lekën, me Teja Çunin, me Lucian Bedenin, me Time Shoqe, me Lisën, mendom që ta hapim pak më tepër, t'i japim një frymëmarrje tjetër ekranit të artit, duke bashkëpunuar edhe me institucione të tjera të videoartit ose me koleksione videosh dhe filmash, edhe nga ana tjetër edhe duke e shtrirë në një dimension tjetër, duke marrë këtë momentin intim të oborrit të shtëpisë, si thush që është edhe bërthama rreth cilit ndërtohet edhe koncepti dhe projekti i Art House, edhe për ta shtrirë në oborrit e qytetit. Madje në një farë mënyrë i drejtohemi traditës së parë të filmit në Shkodër, në shtëpinë e Koli Dromenos janë dhënë në vitet 1912-13 shfaqjet e para filmike dhe pikrisht më duket se ajo që tham rrënjët na tërheqin është më tepër një kuptim konkret në këtë rast apo jo Lek? Po, besoj se edhe për te variacioni që ka pësu në kuptimin e mirë si me struktura e ekranit të artit, pra duke fut përveç Schermo dell'Artes edhe disa kontribute tjera që vinë nga Vanabe Museum, vinë nga Festivali Internacional i Filmit Shkurt Oberhausen. Një tjetër risi ka kanë edhe lokacioni, vendet, ku realisht ekrani do zhvillohet, pjesë e cilëve është edhe oborri i shtëpisë i Dromenos, ku pikrisht ka pas vend edhe shfaqja parë filmike. Në këto oborre ekrani i artit do të nezet edhe do të lëvizin ditë mas ditet me programet ndryshme për publikun
diku më i vogël, diku më i madh dhe në raport me përmasat, duke harruar gjithmonë natyrën intime që i kanë vërtet edhe Është borë. shumë interesante sepse kur diskuton me ju si artistë njihesh jo vetëm me artin tuaj, por edhe me hapësirat e mendimit për të realizuar gjëra interesante në forma të ndryshme për t'ia servirur aq mirë artëdashësit, spektatorit. Në fakt kjo është një sipërmarrje e madhe që ka aktor dhe faktor të ndryshëm në realizimin e ti, apo jo? Po patjetër, si thosh, Art House është iniciatori i Po, ju jeni iniciatori, por normalisht një aktivitet i kësaj natyre nuk mund bëhet pa pjesëmarrjen e shumë aktorëve, si thatë edhe ju, pra në radhë parë kemi vetë protagonistët që janë lo schermo dell'arte, festivali filmit në Firenze, është Oberhausen Film Festival në Gjermani, është Van Aben Museum, i cili na ka dërguar një përgjigje nga drejtori i muzeut, i përgjigje të filmave dhe videove të koleksionit të tyre, por kemi edhe një përgjigje nga videoarti shqiptar, bama kuratoria Adela Demetia, kemi një regjizore gjermane Silvia Schkedelbauer, e cila na sjell ajo një përgjigje filmash eksperimental, kemi një film nga një artist shqiptar Plora Xhafa. Me fjalë, kemi një prezencë goxha të madhe edhe kontribuesish në këtë festival, ashtu siç kemi mbështetës patjetër, ku normalisht është Ministria e Kulturës, është Bashkia e Shkodrës, Teatri Bigjeni, që futet në lojë si protagonist i natës së hapjes, kemi Muzeun Marubi, i cili na ka mbështet vazhdimisht dhe vazhdon të na mbështesi edhe këtë vit. Pra, si thosh, janë disa është një bashkim forcash për të realizuar një event që mendoj që duhet jetë një event për qytetin e Shkodrës, edhe pse jemi në fushën e një gjuhë eksperimentale, po themi ne, të filmit dhe të videoartit, por mendoj që edhe kjo afërsi që ne po kërkojmë me qytetin nëpërmjet futjes në oborre, një farë mënyrë të jep një dimension e afron me qytetarin, e afron me spektatorin, pra nuk tenton me intimidu një farë mënyrë të spektatorin. Unë besoj se në këtë rast gati edhe spektatori është identifikuar. Nuk mbetet në errësirën e sallës së kinemas, madje do thoja, unë kështu e mendoj që gati në një dialog me ekranin. Po pikërisht ndoll diçka që në fakt e karakterizon në thelb edhe vetë iniciativën e Art House-it si ekzistencë në qytet, ku hapësinës private, familjare, i krijohet një hapësinë që është publike, domethënë është transparente në kuptimin e hyrjes e daljes e eventit. Në këtë rast Art House-i del vetë një farë mënyre nga kjo hapësinë specifike që e karakterizon, edhe futet në një hapësinë tjetër, në këtë rast intime, private, që janë hapësinat e oborreve, përveç atyre institucionale, që është rasti i Teatrit Migjeni, ku do të bëhet edhe hapja. Edhe tentativa është gjithmonë me bashkëtu nëpërmjet këtij moment hyrjet e këtij moment daljet. Është një interaktivitet ndoshta. Po, ku edhe vetë natyra, mënyra se si janë shpërndarë në fakt edhe filmat, edhe jo vetëm filmat, po edhe videot, sepse e thamë më përpara, nuk jemi fokusuar vetëm tek filmi me metrazh të gjatë, kemi filma me metrazh të shkurt, po kemi edhe atë që konsiderohet videoart. Videoartin e ri në rastin e përgjelljes të kuratores shqiptare Adela Demetia, por edhe videoart që vjen nga Van Aben Museum, që i ka rrajt e fillesat në fakt nga pionierët, disa nga prej pionierëve që janë Marina Abramovic edhe Ulej. Interesante shumë. Martha Rosler. Të ndalemi pak sa në këtë kategori filmike që mendohet të shfaqen. Si duhet i kuptojmë, janë dokumentar mbi artin, janë filma me metrazh të shkurtër, janë videoart. Janë të gjitha të gërshetuara, njëra me tjetrën. Është në fakt pak problematike të përdoret fjala eksperimentale, sepse çdo vepër është një farë mënyrë të fryt i një eksperimentimit. Është unikale në vetë. Me kanë se çdo vepër bën në specifikën e saj edhe një rezultat që shkon përtej shpeshherë një standardit ose një formatit caktuar. Pra çdo film, çdo video
mundet me i dhanë e mi marrë njëna tjetrës, pa kanë në mënyrë definitive përcaktueshme si e tillë. Por në fakt ekziston një strukturë e cila të ndihmon të orientohesh. Për shembull, ne e hapim në teatrin Migjeni me një përzgjedhje 3 filmash të shkurtër, edhe një filmit një farë mënyrë me metrazh të gjatë, mund ta quajmë filmin Punëtori i Palollën të Plora Gjafs, ku kalojmë nga një skenim që zgjat 2 ose 6 minuta, në rastin e filmit më përparshëm, deri një film 40 minutë, ku në fakt është, si të thush, ka një qasje a la cinema verite, kuptimin ku i rrin shumë afër natyrës dokumentarit, por duke pru një fiksion ose një narracion që e pasunon vetë realitetin dhe mënyra e pa filtrume me cilën artisti mundohet me njeh një personazh që dikur kishte marrë edhe titullin në kohën e regjimit si Punëtori i Palollën, e që tashmë punon për 3 euro në ditë në ish fabrikën ku ai kishte punu. Masandej kalojmë ditën tjetër me një tjetër film, mund ta konsiderojmë këtë rast me metrazh të gjatë, sepse janë 70 minuta, është Wild Relative i Umana Mana, që vjen nga Lo Schermo dell'Arte, e cila ka kanë po thojmë bërthama që i ka dhënë filles kësaj iniciativë në Shkodër, Lo Schermo dell'Arte. Mandej kemi tek Oborri Dromenos seleksionimin që Charles Eshe, drejtori i Vanabe Museum, ka sjell me video art nga arkiva që posedon nga koleksioni i muzeut, ku e fillojmë thash me Marina Abramovic, me Marta Rosler, e marrojmë deri me Trembling Time të Jael Bartanës, që kene pas rastin me taku edhe personalisht e me në gjuhën para 2 vjeç gjatë Art House Schoolit, pikërisht në Art House, ku ka kanë eftume, edhe ka bashkëbisedu me artistët eftu. Unë vetë kam kanë njëni nga ato artistë pjesëmarrës që ka pas mundësinë me taku. Në ditën e tretë në Art House, në orën 11 kemi filma nga regjizore Silvia Skedelbauer, ku me të vërtet materiali i arkivs, materiali filmik, mënyra se si e përcakton ose e strukturon kohën artistik, këtë rast shumë regjizori përzihen bashkë dhe bashkëjetojnë në një seri filmash, për mendimin tim tepër kurioz dhe tepër impresionues, do thënë, ku formati është gjithsesi formati që e kalon atë videos, po e kalon 5 minutin, por nuk më rrin më ba 30 minutë. Do thënë, rrin edhe në këtë kuptim janë eksperimental, sepse edhe në kohë zgjatje. Pastaj tek Oborri i Shtëpisë së Vazanëve, që është një obor tjetër shkodran, që është përballë restorant i Dromenos, për gjithse cilin që rrugicë ngushtë e vogël. Rrugica aty kemi programin e Oberhausenit, ku duhet të theksojmë, aty kemi marrë edhe imazhet nga njëri nga këto filma për ta komunikuar ekranin e artit. Me kanë marrën personalisht 3 vite me pjesën e komunikimit grafik. E kemi pas nis me Anri Salen, me 1392 ditë pa të kuqen, një vajzë që ik edhe i shpëton sniperave në kohën e luftës në Sarajev, arsye për cilën ekranit artit po bishin si silura. Në vitin e dytë kemi pas pothuajse të njëjtën strukturë me imazhin e kontrafigurës të Radi Martinos, që po ashtu ka kanë pranishme në Cinema Millennium Shkodër, kur u shfaq filmi kontrafigura, e si mjetë kemi marrë nga filmi Zabeli i Satanit i Willy Hans, ku besoj gjithë tashmë janë familiarizu disi me këtë dialogun, me këtë ikjen që ka një fëmijë me një krokodil plastiket. E keni vendosur edhe tek ftesa, tek posteri. Interesante, unë po mendoja ta përktheja mirë këtë skenë, besoj interesante. Po, është interesante dhe më kam pas rastin me paçi në kohën kur po punoshim për komunikimin grafik vizual të ekranit. Po flasim për filma që i bashkëpunojnë edhe me aktor. Në rastin konkret kemi Lars Rudolf, që është një prej aktorëve më të dëshiruar nga një prej regjisorëve më të rëndësishëm, që është Belatar, është Valushka i Werkmeister Harmony, po gjithashtu ka kanë personazhi Faustit Aleksandr Sukurov. Pra po flasim për një nivel, megjithëse format metrazhi të shkurt, por për një investim në aktor, në mënyrën se si realizojnë filmat, në mënyrën se si ato vetë një farë mënyrë të krijojnë një narracion të brendshëm. Unë mendoj se kjo është një mjeshtri e sintetizuar në cilësi. Patjetër. Besoj se ju po e shpjegoni lek pak a shumë programin, dhe unë mendoj që jo vetëm një bashkëpunim cilësor me njerëz të artit të përmendur,
por kjo ka krijuar një lloj tradite në bashkëpunimin tuaj. Ka qenë e vështirë ta mbani këtë, Adrian, ta kontaktoni në fillim dhe të krijoni atë mundësi besimi dhe bashkëpunimi në VMC. Po, veprimimi është një lloj provet që ti i bën vetes për entuziazmin dhe energji që ke, po i bën edhe tjerëve për interesin që ato kanë. Dhe faktikisht për shembull viti i dytë i Ekranit të Artit nuk na shkoi edhe aq mirë, sepse njerëzit duket e kishin kaluar entuziazmin e parë, vitit të parë dhe disi na braktisën vitin e dytë. Jo nuk na braktisën krejt, por nuk kishim një njekje shumë madhe. Dhe atëherë mendum se si do ta bëjmë vitin e tretë. Çfarë do bëjmë? Do e lam apo do e vazhdojmë? Dhe tham do ta vazhdojmë. Do ta vazhdojmë, por normalisht do ta vazhdojmë duke ndryshuar diçka, duke ndryshuar tek struktura, duke ndryshuar tek mënyra e komunikimit, duke ndryshuar tek marrëdhënia që ne do të krijojmë me spektatorin. Dhe tham atëherë po i shkojmë edhe në shtëpi si tush spektatorit, po i hym në obore. Unë mendoj që kjo ideja e oborëve është shumë e rëndësishme, sepse një farë mënyrë art house vetë si projekt lind si tush për të mbrojtur një obor. Art house lind para se si projekt artistik lind gati si një projekt rezistence urbane. Një rezistencë ka shi idejës që këtu oborët ne duhet t'i lëshojmë për të ndërtuar pallate. Edhe ideja për të krijuar atje një strukturë të vogël e cila e ruan strukturën e shtëpisë, por nga ana tjetër nuk met vetëm në mbrojtje, por edhe hapet pa dash si tush për të futur në një lloj retorike të kështu heroike, por thjesht me idenë për të krijuar brenda një strukture të vogël siç është struktura e shtëpisë, një vend komunikimit, pse jo, edhe kulturor, pse jo edhe ndërkombëtar. Ideja e futjes edhe të Ekranit të Artit në obore ka pikërisht këtë mesazh. Oborët nuk janë një element që i takojnë të shkumes. Janë një element që duhet i takojnë të ardhmes. Kështu që një farë mënyrë ideja e vlerësimit të këtij habitati që ne kemi në qytetin e Shkodrës, jo si një diçka që na kanë lanë gjyshat, por si një diçka që ne duhet t'u alam fëmijëve. Është edhe ishte edhe si thush në bërthamin e mendimit ton për ta ndryshuar disi strukturën e Ekranit të Artit këtë vit, edhe për të shku, edhe jemi në obore si shta dhe Leka, edhe ju ma përpara të rëndësishme, po shkojmë aty ku është faq për herë të parë filmi në Shqipëri, tek obori Hidromenos. Harrume edhe oborin se unë nuk e marrova të ditë punë që është obori Pashkovas. Obori Pashkovas që është si thush me të vërtet një mrekulli, dje shkuam atje për të pa se si do ta pozicionojmë ekranin, dhe me të vërtet unë isha qysh i vogël që nuk isha futur në ato obor, dhe është me të vërtet një mrekulli. Pra, një farë mënyrë mendoj që njerëzit janë ftuar të vinë të shohin filmat, po edhe të rimendojnë habitatin ku janë, edhe se gjithë secili si thush ne tash po futemi në 4 obore, duke përfshirë edhe oborin e Arkës, ku do të jenë edhe momente muzikore, por Shkodra është e mbushur me obore të tillë. Ndoshta vitin tjetër, nëse ky vit na shkon marr, mund të shkojmë edhe drejt periferive, sepse tash këtë vit jemi përshëndruar pak në qendër për ta bërë edhe më të lehtë komunikimin edhe lëvizjen e njerëzve, por si ju kanë pritur banorët e këtyre shtëpiave kur ju keni propozuar një mundësi të tillë, sepse në një farë mënyrë për të pritur miq, natyrisht do të mobilizohet apo jo familja. Pritja ka kanë shumë e mirë edhe shumë kanë treguar disponibilitet. Në fakt nuk është pavarësisht ndërthojza spektakli që mund të ofrojnë eventi, projekcionin vetveti, është gjithmonë e mirë kuptueshme edhe në kjo se kanë një moment hezitimit, sepse e thamë qysh në fillim që obori njësoj si kopsht, për definicion ekziston vetëm kjo se ka një mur, një limit. Në këtë kuptim ato kanë shumë të disponueshëm me ne, edhe normalisht me mundësitë e veta edhe me përmasat modeste që mundet me ofru një obor. Natyrisht. Ne, ky dimensioni që po thotë edhe Leka, ky dimensioni i modestisë është edhe ky një tjetër element themelor i projektit tonë. Me fjalë,
ne jemi të bindur që gjërat e mira nuk bëhen vetëm në spektaklin e madh. Nuk bëhen vetëm aty ku ka muskuj, ku ka dimensione që si thush janë tentojnë me topit spektatorin, me shoku spektatorin. Ne kërkojmë me ndërtu një dialog me spektatorin. Edhe gjithë jo ne, po edhe gjithë të filma po të shohësh, edhe dimensioni i tyne kërkon patjetër një spektator të vëmendshëm, por nuk kërkon ta vej spektatorin si thush me shpada për murit me arrogancën e vet. Në këtë aspekt edhe ideja e oborëve në dimensionin e vet intime, edhe në dimensionin e vet vogël, disa nuk janë oborët më, është obori i Pashkovacës është ai si thush disi më i madh, me një hapësi më gjan, po oborët e tjerë janë oborët të vegjël, por gjithsesi mendoj që do të krijohet një atmosferë e ngrohtë dialogut mes ekranit me filmat që ai projekton, spektatorit edhe atyne pemëve, luleve, frutave që janë aty rreth e qarkut. Edhe që janë të harlisur prej stilës, të shtë ndryshojnë. Shpresojmë vetëm që kohat në majnë. Koha dhe ju, ndoshta një tent do ta keni gati për çdo rast. Ndërkohë, le të futemi paksa në thellësi të këtyre materialeve, siç po dëgjoj, asnjëri nuk është një material i gatshëm që t'jepet në pjatë, një material që ka sipërfaqe. Të gjitha janë materiale filmike, video që kanë thellësi, që kanë simbolika të veçanta dhe që kanë interpretime individuale nga ato që i shohin. Nisur nga kjo, mendoj se në një farë mënyrë spektatori është paksa elitar, paksa i limituar. Është ky mendim apo tentoni në zgjerimin e sa më shumë pjesëmarrësve? Jo, personalisht mendoj që kur flasim për komunikim në këtë dimension komunikimit, pra kur jo në kuptimin thjesht të transmetimit një mesazhit edhe kaq, për komunikim kuptimin më të pasur të fjalës, nuk ka arsye me kriju kështu disnivelesh në kuptimin elitar apo jo. Po diskutim gjithë filmat kanë kompleksitetin e vet, po kanë edhe diçka të menjëhershme që mundet me kanë thjesht imazhet që ofrojnë, historia, mënyra se si rrjedh koha, mënyra se si gjenerojnë audion, mënyra se si ne jemi duke pa diçka. Pra, komunikimi mundet mu marr nga përmasa, po thojmë ne, ma bazike, ajo e rrëfimit, deri tek ajo eksperienciale, ose e perceptimit, që të thotë ka të bëjnë thjesht me praninë tënde në rëndësinë e një diçkaje edhe me mënyrën se si ajo vjen hin e del prej teje. Kjo është një magji. Kjo është një magji që të ofron, që të bën personazh edhe ty që je duke ndjekur. Si thosh ne, këto filma nuk kërkojnë një spektator të dijshëm, kërkojnë një spektator të vëmendshëm. Kërkojnë një spektator të hapun për ta perceptuar diçka edhe jashtë kodeve që gjithsikush nga ne ka mbrana vetes. Një farë mënyrë ne ndërtojmë komunikimin ton përmes kodeve. Këto filma janë eksperimental, për të përdorur term që thamë më përpara, për faktin se tentojnë t'i përzin pa kodet, mos të rrinë të një kod i njoftën, i standardizuar disi, por t'i shprishin pak ato konturet e një komunikimit me cilin ne jemi të mësuar tashmë, me cilin ne jemi rahat. Kështu që një farë mënyrë të kërkojnë një spektator të vëmendshëm, por një spektator të ndjeshëm, ka shi imazhit si Leka, ka shi narracionit, ka shi tingullit, ka shi ritmit që ka filmi. Shumë detajeve që e përbëjnë atë si vepër artistike. Mjafton të thjesht me kënë se jemi shumë afër hapjes. Po. Thjesht marrim shumë shpejt për ta kërcu pak këtë natyrën eksperimentale që po flasim, do ta hapim me Chiropteres të Romeo Grunfelder, që është një përzgjedhje, do ta them nata e parë ka prek prej secilit nga programet që janë shpërndam në 3 ditë. Plus ftesë që ka pas Flora Xhafa. E hapi me një film pra nga Oberhausen, ku ne përgjithsisht do të perceptojmë një tend, një soi perdje të bardhë, ku mas kësaj perde mendohet të jenë këto lakuriçat e natës. Do të thonë duke kriju në këtë kuptim po thosha imazhi edhe tingulli, ajo pra që nëpërmjet e tingullit shkon për te imazhit, në këtë kuptim. Ne nuk e shohim, po e njohim prezencën e saj. Po, edhe është një film me metrazh i shkurt, masanoj kemi
World të Johanna Billing, ku në fakt shkon më shumë gati drejt trajtës të një videoklipit, me kanë se ripropozimi, remake-u që i bajnë Kongs Magical World fëmijët, me cilët ajo filmon, rikrijon edhe herë, do të thonë një bazë të re muzikore, shoqënuar nga hezitimet e tyre, nga mënyra se si ato presin. Edhe nga dimensioni prozaik, si thush, i ekzistencës përditshme. Nga një anë kemi titullin Magical World, kemi këtë këngë me këtë që tenton një farë mënyrë të na çojë diku tjetër, por në imazh ne shohim një realitet me gjithë dimensioneve të rëndomt, si thush, me ato hezitimet e fëmijëve, me ato momentet ku ato presin, me ato zhurmat, me peizazhin rreth e përçark. Pra, çdo gjë na flet për një diçka jo magjike, megjithëse kënga tenton me na çu diku tjetër. Pra gjithmonë edhe këtu ftesa është me si thot Adriani, me kanë të nishëm për të kuptuar momentin ose intensitetin me cilin gjana shkojnë përtej asaj që janë në fakt. Në të vërtet. Kemi Mom I'm Sorry që është i Martina Melilit, një tjetër film edhe ky afrohet pak me materialit të arkivit, por jo të arkivit si memorie, por të arkivit si reperti i fundit, po thojmë ne, që ajo gjen një ekzistencën e disa personave me cilët mas ndaj mundohet të rikompozojnë bazë të disa objekteve. Bazë për disa refugjat, që disa emigrantë që kanë humb jetën. Në një proporcion. Tema shumë të prekshme, pa i titulluar me emër, ku secili mund të komportoj veten, ku secili ka një ndjeshmëri të caktuar, një pozicion të caktuar. Patjetër. Edhe vetë artistët kanë një pozicion. Më fal, nuk është se ato na japin një materialin dhe thonë tash interpretojini ju si të doni. Më fal, artistët kanë një çastje karshi materiali që na e paraqesin, por nga ana tjetër nuk na ofrojnë një format të mbyllur ku ideja, mesazhi, forma janë të përcaktuara. Por na tentojnë me na bë pjesë kinematografia shqiptare, artistët shqiptarë në vend. Edhe madje në ditën e 4 Leka që po e shpjegoje më herët. Po, në ditën e 4 një kuratore shqiptare, Adela Demetja, ka bërë një përzgjedhje nga 8 artistash, ku secili operon ose ka operuar në rastin konkret me videon. Gjithmonë duke të paktën ajo vetë e ka impostuar në kuptimin që paktën për ne, do thënë, ka nis më shumë videoja, ka nis shumë vonë në fakt, kjo se krahasojmë kemi te Vanabe thamë Marina Abramović e Uleje, Marta Rosler që janë, do thënë, janë fillesat vitet 70, ku mjeti ku nuk ka la një reflektim direkt, po urgjencën për të kriju alfabetin, si të thush, të këtij komunikimit vizual, të ndërtimit sintaks vizuale që prej atij momente mrapa videoja si video art më së do të kishte. Adela Demetja ka përzgjell 8 artista që e kanë përdor videon në format nga më të ndryshme, duke nis nga një përmas, po thojmë ne, shumë më specifike që mundem me gjetë tek Silva Agustini, në mënyra se Silviz kamera e tjerë deri tek Lori Laku që fut një filter, që është filtri i famshëm i Bevel and Emboss, që në fakt e aplikon momentit të aninjes, Adrian, të ikjes. Dhe i kthen në relief figurat e imazhit. Një farë mënyrët i zhvesh nga një informacion naturalist, po i fut gjithmonë basurelievet, në fakt edhe basurelievet për natyrë, janë momente ku diçka sapo po del nga sipërfaqja e futet edhe një herë, krijon, pra nuk ka përmasën ose imponencën e një skulpture, të vëllimit të përshkueshëm në 3 ose më shumë dimensione. Kemi Drian Zenelin, që gjithashtu ka operu me videon, edhe që sapo përfaqësoi Shqipnin, pavilionin shqiptar në Bienalen e Venecias, e vjen pikërisht me një vepër që titullohet Venecia, ku në fakt po flet për një Venecie, për një replik të Venecias, për një kopje, një farë mënyrë që i bëhet arkitekturës të qytetit famshëm italian. Pra nuk jemi në Venecien e vërtet, po jemi një Venecie komplet të imagjinare, reale, por është një kopje Venecias në Kin. Po. Apo jo në Turqi, më duket. Jo në Turqi. Kemi Remion Pronjen që përdor edhe instrumentin, do të thënë instrumentistin, një violoncelist që tenton të luajë himnin e Europës, por me gjithë hezitimet e veta dhe
kjo marrëdhënia e vështirë edhe që ne kemi edhe si vend edhe si shtet edhe si shoqëri me Europën si realitet politik përfaqësohet në këtë video nëpërmjet hezitimit të violonçelistit i cili tenton nga larg i rrin pak larg partiturës dhe tenton të kuptojnë notat e himnit të Europës edhe shumë interesante dhe aktuale. E kështu me radhë, me fjalë kemi disa artistë që ju do të vini dhe do të shihni. Në fakt, a ka nga këto po i quaj producent të këtyre arritjeve artistike, a ka pjesëmarrës, a vinë në Shkodër për të marrë pjesë në këtë festival, se një lloj festivali është? Po, vjen Silvia Skedelbauer, vjen nga Gjermania. Edhe shqiptar besoj do jenë. Do të ketë, meqense këto borë shkodranët që do të mirëpresin spektatorët, do të krijojnë një lloj intimiteti, mund të ketë edhe ndonjë lloj diskutimi, ndonjë lloj komunikimi me platen, po e them. Po ne kemi përgatit një lloj si thosh edhe një lloj tekstit që i përshkruan këto programe, interpreton një farë mënyrë edhe patjetër që jemi të hapur për të krijuar momente dialogut. Sigurisht prezenca e Silves do të na jap mundësinë për të krijuar një dialog mes saj edhe Tomas Logorecit, i cili është edhe një regjisor edhe kritik i kinemas, i cili do të vinë në Shkodër në Art House me datë 18 dhe do të ketë si thosh një dialog mes tyre. Patjetër pastaj programet do të shoqërohen me nëse ka dikush pyetje ose diskutime, por do t'i lëmë edhe në atë dimensionin vet disi informal masi natyrisht. Në fakt tani besoj se kemi shpjeguar pak a shumë të gjithë skemën e funksionimit të këtij festivali të artit, të ekranit të artit. Tani njerëzit dëshirojnë të vinë. Si mund të vinë? Në teatrin Migjeni? Po. Dyert janë të hapura nesër në orën? Në orën 6. Në orën 18, 6 pasdite. Për të vijuar në ambientet e tjera. Për të vijuar në ambientet e tjera, me datën 17 në orën 11 fillojmë në Art House, ku do të projektohet filmi Wide relativisht stame, në orën 8 të darkës, po të asaj ditë tek Oborri i Dromenos, gjithmonë kjo se edhe koha ka me kanë bujare me ne, do me thonë nuk kemi me pas. Me datën 18 gjithmonë në orën 11 në Art House kemi Silvia Skedelbauer, filmat e saj, edhe vetë Silvien, cilën do të mund të diskutojmë. Pra, për çdo ditë do të takimi i paraditës është 11 në Art House. Në Art House. Takimi i dytë në orën 8. Në rastin e ditës të çdo dite në një obor të caktuar. Tash këto ndodhen. Po. Art House ndodhet në rrugën Haq Stefan Gjeçovi numër 15. I Dromenoja, obori i Dromenos është në Gjivadol. Në rrugicën e famshme përballë gjithsesi për këtë do që ndoshta nuk është familjar përballë me kulturën, pap kulturën, barin përballë. Po. Obori i shtëpisë së Dhazanëve në rruga Besnik Sykja. Prapa bashkisë përballë me Hidromenon tek rrugica. Po, me Hidromen restorantin, Po. Krijon pak kështu. Kurse Pashkovasa është rruga Pashkovasa. Po, një diçka tjetër nuk duhet harrojmë që në orën 10 të natës parë, pra të datës 16, kemi tek Arka, tek obori i Arkës, kemi koncertin e Shkodra elektronike. Po, në orën 10 të natës, në orën 22 është Laca dhe nuk është vetëm, dje kemi pas një surprizë mirë sepse ai kohët e fundit ka filluar të bashkëpunojë me një këngëtare shumë të talentuar, Beatrice Gjergji, e cila un kam pas strasin ta shoh 2 herë në këto ditë të fundit, një herë në Milano, një herë në Venecia dhe është me të vërtet një pasurim i mirë i muzikës që aranxhon Kola me Shkodra elektronike. Në elektronik është me të vërtet një dyshe këtë radhë mund themi me të vërtet spektakolare, pra nëse ne i kërkojmë njerëzve të vinë në teatrin Migjeni me dëshirën për të qenë vëmendshëm, të kujdesshëm, të ndjeshëm, tek Shkodra elektronike duhet shpërthejnë edhe të vallëzojnë, edhe të bërtasin, edhe të kërcejnë.
Pastaj do të vazhdojmë edhe me programe tjera muzikore që janë produksioni Arkës, si që në sinore Arka çdo natë në orën 10 të darkës, duke ruajt ato limitet që bashkia na cakton për të mos marrë zhurmë. Dhe do ta mbyllim me një party që Hector Jubanin do të na ofrojnë prapë tek Oborri i Arkës me datë 19. Kështu që përveç filmave, përveç këtij momentit si thush intelektual që gjithë filmat kanë me vete, jo se muzika është më pak intelektuale, po gjithsesi është disi më shumë dyfryse. Edhe më shpenguar. Ishte shumë çka në këtë mëngjes. Do thosha një mrekulli e artit, në ekranin e artit, ashtu siç ka rrjedhur më se 11 vite më parë në qytetin në Firenze, e famshme të artit vjen në Shkodër pikërisht në qytetin e artit, ku që në 1912-13 janë shfaqjet e para të filmit nga Colli Dromeno dhe rikthehet në përmasa natyrisht të kohës moderne, ekrani i artit tek njerëzit pranë tyre, afër në një dialog shumë interesant. Unë sot në studio kisha dy miq special, artistë bashkohor të suksesshëm në rrugtimin e tyre artistik, Adrian Pacin. Faleminderit shumë Adrian dhe të uroj gjithmonë realizime kaq të bukura, gjithë përfshirëse, gjithmonë me qytetin e Shkodrës, por dhe Betjaka si artist mjaft me sukses në rrugën tuaj. Dhe Lek Gjeloshi, i cili është një artist i ri, por që punën, jetën e ka lidhur me Shkodrën, por jo vetëm. Ju falenderit shumë. Ju falenderit, ishte një kënaqësi e madhe për mua që ju sot ishit këtu. Besoj edhe për dëgjuesit në këtë pasqyrim të ekranit të artit. Falenderit. Faleminderit.